Është shokues. Është shokues, ka njerëz që janë indiferent. Kjo është gjendja panikut. Ke njërin aty që qëndron rrjedhës. Ai është gazetar me eksperiencë i cili mund të jetë gazetar lufte. Që mund të ketë qenë që e shikon, e menaxhon situatën, bën një vlerësim në rreziku reale, po. Nuk është afër rreziku dhe unë po pres që më jep pak shtatën, lutem, shive në momentin e arrestimit të autorit, më jep pak shtatën. Shive. Këtu janë shkallët, unë kam qenë, thash 2 herë në këtë hotel, është hotel shumë i madh. Shkallët janë edhe të lëvizshme elektrike, por dhe shkallë rezervë që shërbejnë nëse prishën, ndërkohë që shërbimi sekret këtu në eventin ku unë kam marrë pjesë para 2 vitesh, kam marrë pjesë dhe presidenti Trump dhe e kam parë mënyrën se si ata organizojnë sigurinë. Unë mendoj që atentatori ka ardhur ose nga jashtë ose ka zbritur nga dhomat dhe ka tentuar të çajë pikën kryesore të kontrollit dhe pastaj tentonte të futej në sallë. Unë mendoj që ka qenë shumë larg nga salla, pasi e njoh mirë situatën, pasi edhe larg ku ka arritur të qellojë, është e largët. Është e largët. Vetëm se ka një problem, se sa përtej pjesës tjetër, kam përshtypjen që shërbimi sekret nuk e pyet fare titullarin e tij. Mbaj mend që në vitin 2001 Dick Cheney shërbimi sekret e ngriti hopa sepse ai ishte i shëndosh dhe nuk nxitonte dot me ritmin e oficerëve. E morën hopa. Siç ndodhi me zëvendës presidentit. Po zëvendës presidenti është ish-marinës dhe vrapon po. Sikur thatë Denisi, ato ngjyra që shpjegoi Denisi kanë shoqëron me protokolle të mirëfillta veprimi. Se si do reagohet? Se si do reagohet ku gjithë secili, çdo antar i njësisë dhe çdo antar shoqërues ka detyra të mirëfillta. Në rastin konkret, ky hotel, sikur se e përmendet, nuk është hera parë që ndodh. Dhe duke qenë se është i tillë, për ta kuptuar dhe opinioni publik se çfarë ndodh në evente të tilla, rrethi i inteligjencës, i 18 agjencive në analizën e rrezikut, i cili merret që nga analiza e rrjeteve sociale deri në analizë inteligjencë të mirëfill, në gjykimin tim është diçka që ka një pikpyetje dhe ato jam i sigurt që ti mendon që ka një pikpyetje që s'ka funksionuar sepse po flasim për krejt kryesor të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Ky aktivitet nuk ndodhi sot por nesër. Pastaj është advance team që shkon në planifikim e cila përcakton zonat e sigurisë, e cila përcakton këndet e vdekura nga cilat mund vi rreziku. Dhe nga kjo nuk pat, sepse këto dy le themi struktura, se këtu kjo është, po themi strukturë për të kuptuar, po koordinimi i 18 agjencive, në lidin e CIA-s dhe FBI-s. Këto 2 fenomene, këto 2 merren, gjëja e parë që bëhet në këtë hotel, analizohet lista e pjesëmarrësve. Kush janë po ai person nuk ka që mund të ketë qenë hotel brenda. Nga raportimet në media diskutohet që mund të ketë qenë më përpara, sepse ka kaluar shumë lehër sigurie. Rrethi tjetër i sigurisë është i jashtëm fare, që është rrethi i parë i sigurisë fizike ku vendosen barrikadat që nuk lejon fallu. Pra ai mund të ketë pasur armët në dhomë. Më përpara. Pra që atje, që tek barrikadat, që po ta mendojmë fizikisht, mund të jetë minimalisht, pothuajse edhe 1 kilometër larg. Që atje fillojnë dhe verifikohen me ID card, personat që futen, ftesat, kontrollohet rrethi i parë. Kalojmë tek rrethi i mesëm i sigurisë, i cili është në hyrje të hotelit. Janë ato pikat e kontrollit me skaner të rëndonta që kemi parë në aktivitete. Dhe aty nuk është identifikuar asgjë e tillë. Pra që do të thotë, arma ka qenë brenda në hotel dhe nuk është bërë një verifikim apo qoftë një kontroll kur bëhet fjalë për presidentin e Amerikës 1080 doma. Unë kam qenë komandant i forcës së ruajtjes afërt të Air Force One ku erdhi presidenti Bush në Shqipëri. Më beso, kontrollohet me detaje çdo gjë. Kështu që mendoj që ka çeduar diku në koordinim me agjencitë e tjera për mungesë informacioni, sepse të gjithë antarët të cilët të gjithë pushuesit të hotelit duhet ishin kontrolluar. Vim pastaj tek ajo që pam neve, është pika e fundit që është aty ku në atë pikë kontrolli. Ajo mbrojtja fizike fare. Tani, personi ka penetruar, ka ardhur deri në këtë pikë. Pra, ai vërtet ka qenë larg, ka qelluar me armë, po nëse ky person do të ishte me eksploziv. Pra, cënimi i sigurisë është presidentit. Nuk është rëndësishme ju afër presidentit. Aty mjafto edhe një zyrtar amerikan. Kemi situata të ndryshme sot që po ndodhen për botë. Është lufta në Iran, është lufta në Ukrainë. Kemi pole të cilat zgjejnë në aspektin e sigurisë në rang global. Kështu që aty pritet gjithçka. Dhe kjo do ishte pafalshme. Absolutisht inner circle, pra i rrethi i afërt i sigurisë Trump,
truprojet e ti, sikurse e cilësuam, kanë vepruar në mënyrë precize 11 sekonda, po të shohëshja prap. Personi parë, si që thamë fillim, personi parë është bodyguardi ti, i cili bën buroje njerëzore. Ti nuk e shef më presidentin ta. Pastaj rrethohet nga të tjerët, vlerësohet rreziku, jepet komanda në radio, fillon evakuimi. Pra ata kanë pritur në radio që t'ju thuhet që rruga është e pastër. Po sepse janë afruar dhe forca speciale. Presupozohet që në largime sipër mund të ketë luftime. Po. Dhe në luftime nuk qëndrojnë truprojat të cilat luftojnë. Të cilat kanë vetëm të shpëtojnë. Detyra e truprojës është hap zjarr kushdo që i pengon rrugën dhe të çojë nuk ndalon ta zgjesojë askënd. Absolutisht. Janë forca speciale të cilat qëndrojnë mbrapa për luftim tjetër të tëshëm. Mi je pak dyshin, të lutem, këto janë atentatet më të famshme dë viteve të fundit, po them se nisë që me Lincoln historia. John Kennedy, presidenti SBA-s, u vran vitin 63 një atentat në Dallas, ndërkohë që kishte mbritur për fushatën elektorale. Martin Luther King Jr., lideri i lëvizjes për drejta civile, u vran vitin 68 një atentat në Memphis. Robert Kennedy, vllai i John Kennedy, kandidat për president, u vra gjatë fushatës elektorale në vitin 68 një atentat në Los Angeles. Gerald Ford, presidenti SBA-s, i mbijetoi atentatin në vitin 75 në Kaliforni. Ronald Reagan, presidenti SBA-s, i mbijetoi një atentati që e pam vitin 81 në Washington. Donald Trump, kandidat për president, i mbijetoi një atentati në vitin 2024 në Pennsylvania. Vrasja e Kennedy është ndoshta më e bujshmja dhe një prej eventeve më të komentuar të historisë së globit. Mi e pak materiali numër 1 është Kennedy, të lutem, ma e pak kronikë. Ndërsa Air Force One ulej në Dallas, moti kthjellohet dhe bëhet shumë i qartë. Në dyert e avionit shfaqen Kennedyt. Turma e njerëzve dukej shumë entuziazmuar. Makina Lincoln ku ata hipën është e hapur dhe ecën ngadalë nëpër rrugë duke dhënë mundësi çiftit presidencial të përshëndesin her pas here njerëzit që janë kudo, edhe nëpër dritaret e ndërtesave. Me ta ndodhen edhe guvernatori i Teksasit John Connally dhe gruaja e tij. Videoja e cila ka marrë emrin Zapruder tregon shumë qartë momentin kur presidenti qellohet. Janë 3 plumba që e kanë qelluar apo 4. Për plumbin e 4 ka shumë teori konspirative. Oficeri shërbimit sekret i hipën në makinë nga mbrapa. Unë diçka këtu? Pas kësaj ngjarje, normalisht u ngritën dhe komisionet e duhura dhe ndryshuan protokollet, u pa arsyeshme që nga analizimi i situatës shoferi nuk kishte trajnimin në dur, nuk bëri manovrat e duhura, pas shtënë në spar. Nuk bëri manovrat e duhura pas shtënë në spar, mund shmangte shtënat e tjera, nëse do të kishte reaguar, siç duhet dhe u vendos procedurë standarde që presidenti amerikan do të lëvizte pastaj me makinë të mbyllur, gjithmonë, jo me makinë të hapur. Këto ishin ato 2 protokolle që realisht ndryshuan, pra trajnimi i shoferëve dhe makinë e mbyllur gjithmonë. Që presidenti është makina pastaj sofistikohet. Kishte gjë Ermal apo? Jo, këtë do thoja që pastaj ndryshuan gjithë protokollet e realisht të shoqërimit të presidentit të Shtetit Bashkuar të Amerikës, qoftë në numrin e makinave, numrin e mjeteve, por dhe vetë tipologjia makinës, sepse ky ishte një... Tani lëvizën me 2 makina, identike... Tani lëvizin edhe me 6. 2 makina identike që ti më Chevrolet ndron. Ato, ku erdhin në Shqipëri ishte me 8 Chevrolet identik, të cilët ishin të pajisura dhe me moketën së dilit e pasme të gjitha, dhe ishe pa 8 masë e vështirë dhe targat njëjta. Nuk mund të identifikojë do se ku është presidenti. Kështu që në varësi... Nuk e identifikojë do? Po, sepse pikërisht është kjo, pra, ai hapi parë që thamë, Agjencitë Inteligjencës për threat assessment, bët analiza e vendit e lokacionit ku do jetë, dhe në bazë asaj ndërtohet e gjithë ekipi apo e gjithë protokolli i shoqërimit. Atëre, unë falenderoj të 2 të ftuarit, ne do kalim spotet e para publicitare, në pjesën e 2 dhe në pjesën e 3, një homazh për Recep Qosen, një prej njerëzve të rëndësishëm mendimit shqiptar, i cili ndroi jetë ditën e njëjtë në Prishtinë, Lamanetit mos kishte asnjë ceremoni zyrtare, pavarësisht kësaj të premten Kosova e caktoi ditë zie. Intervista është bërë në prill të vitit 2003 dhe është intervista më e plotë e jetës që ai më ka dhënë dhe që është përfshirë në librin Jeta ime, intervistë me Blendi Fevziun, i publikuar në vitin 2010. Është rrëfimi i plot i Qoses, pra
rrëfimi i jetës ti për mes fjallës dhe zërit ti. Ndiqeni.